11 rrugë në njësitë administrative të Bashkisë Maliq do i nënshtrohen rikonstruksionit dhe asfaltimit të tyre. Aktualisht po punohet në fshatin Symiz dhe Kolanec, ndërsa sipas kryebashkiakut mendohet që në fazën e dytë këtyre 11 rrugëve të shtohen edhe 4 rrugë të tjera në varësi të kursimeve nga prokurimet publike. Kemi filluar ndërhyrjet, sot momentalisht punojmë në fshatin Symiz për në rrugën kryesore të fshatit, në vazhdim të asfaltimit që kemi bërë para disa kohësh. Në njëjtën kohë po ndërhyjmë në fshatin Kolanec, por paralelisht do ecim dhe në rrugë të tjera që janë të gjithë njësitë administrative sipas planifikimit që ne kemi bërë në buxhetin e vitit 2025. Do të jenë 11 rrugë në fazën e parë, të shpresojmë do jenë edhe 4 rrugë të tjera në fazën e dytë si fonde të kursyeera nga prokurimi publik që ne kemi realizuar. Banorët në fshatin Symiz janë të kënaqur që po punohet në rrugën kryesore të fshatit, pasi më në fund do të shpëtojnë nga balta dhe pluhuri. Rruga ka qenë mirë, ka qenë, po siç vun kanalet ujrat që vun çezmat edhe u prish tash. Do ta rregullojnë, do ta bëjnë me asfalt, me trotuare, me bordura, me te. Po si s'na vlen, duhet rruga kryesore duhet të fshatit. Edhe me buxhetin e vitit 2024, Bashkia e Maliqit ka punuar në 11 rrugë të tjera të fshatrave, të cilat aktualisht kanë përfunduar.